Tani është radha për bisedën në studio, ku të ftuar kam avokatin Ardian Bajraktari, me cilin do të diskutojmë për vendimin që gjykata kushtetuese dha sot. Përshëndetje, zotri Bajraktari. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Si fillimisht, si e pat vendimin që gjykata kushtetuese dha sot? Fillimisht do të thënë që është vendim i marrë brenda afateve optimale, për faktin se gjykata kushtetuese ka afat 60 ditë për marrjen e vendimit të tillë nga ana e parashtrimit të kërkesës. Si rregull sipas praktikës deri tashmë nuk është që është zbatuar ose është marrë vendimi brenda këtyre parametrave, mirë po megjithatë përveç që gjykata kushtetuese ka pas ndjeshmëri për sa i përket çështjes dhe në bindjen time vendimi është brenda afateve optimale. Sa i përket përmbajtjes së vendimit, nga momenti i publikimit të tij deri tash, natyrisht që pam interpretime të ndryshme prej palëve dhe kjo më së miri shpërfaq në bindje. Interpretuan ashtu siç ju komentonte atyre në fakt. Pash pikat të shkoqiturat të vendimit, cilat natyrisht që kjo shpërfaq në bindjen time më së miri atë tendencën edhe atë që kemi thënë se kriza para së gjitha është dhënë radhë të parë është të natyrës politike, mirë po që është tentuar të kamuflohet përmes kësaj situate. Ajo çka në fakt është e rëndësishme, gjykata kushtetuese fillimisht ka vendosur një standard për sa i përket çështjes së konstituimit të kuvendit, duke interpretuar në mënyrë strikte dhe eksplicite në gjatë 6 paragrafit 1 të kushtetutës, sipas së cilit deri në këtë fazë të procesit zakonisht është interpretuar si formë e fillimit të thirrjes së seancës konstituive, ndërsa ajo shkoi një hap më tutje duke thënë që konstituimi i kuvendit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë nga momenti i certifikimit të rezultateve. Pasi Hisen Berisha më parë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk e vlerësoi të tillë, tha se nuk mund të urdhëroj deputetët që ta bëjnë një gjë të tillë. Nuk mund të jap urdhra. Sa i përket çështjes së urdhrave dhe vendimeve të gjykatës, në referencë në 116 të kushtetutës, vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyruar për u zbatuar nga ana e kujdo qoftë që i adresohen dhe natyrisht unë shpresoj dhe du të besoj që nuk duhet të ndërtohet një praktikë në cilën vendimet e gjykatës mund të kontestohen sa i përket zbatimet. Ato mund të kontestohen për shkak të përmbajtjes së tyre nga ana e opinionistëve, profesionistëve të fushës, në rast se janë në rregull, në rast se ka pas mundësi të shkohet edhe më tutje ose jo, mirë po nuk do të dëshiroja të ndërtohet një praktikë sipas të cilit do të kontestoj përkatësisht nuk do të zbatoj vendimi. Prandaj vlerësoj që sa i përket kësaj ka vendosur një standard, sipas të cilit natyrisht që nuk duhet të shkohet në pafundësi për sa i përket çështjes mos konstituimit, mos themelimit, sepse edhe në të kaluarën me interpretimet që i është bërë gjykata kushtetuese edhe në vitin 2014 edhe në vitin 2020 ka thënë në mënyrë eksplicite që mungesa e një afati në mënyrë eksplicite nuk nënkupton të drejtën për me abuzu pafundësisht nga ana kujdo qoftë aq më tepër për subjektet politik fitues edhe në rastet kur kemi fitues relativ, po duhet të punohet intensivisht në drejtim të jetësimit të vullnetit të qytetarëve, rrjedhimisht të konstituimit të institucioneve sa më parë që të jetë mundur. Por në fakt e përmendi që si partia e parë ashtu siç e ka të drejtën ta propozoj emrin, ashtu e ka të drejtën që të mos ta bllokoj procesin, por që të jep alternativa për zgjidhje, ndërkohë që vetëvendosja nuk e ka bërë këtë, pasi partitë e tjera nuk është që nuk kanë dhënë opsione, por që këto nuk janë përfillur nga lëvizja e vetëvendosja. Nuk është që ka pasur bashkëpunim, gjë që gjykata kushtetuese thotë që patjetër që duhet të ketë bashkëpunim dhe i takon partisë së parë që të bëjë më shumë për një zgjidhje. Po pra, gjykata kushtetuese sa i përket kësaj çështje e ka interpretuar edhe frymen edhe dispozitat kushtetuese në tërësi, sipas të cilave natyrisht që sistemi ynë në Kosovë veç asaj politik duhet më ndërtuar dhe me funksionu mbi bazën e parametrave të frymës së bashkëpunimit, frymës së diskutimit, konstruktivitetit dhe mirëbesimit reciprok të subjekteve politike, përshka në këto kohët e fundit nuk është që e kemi parë shumë të shprehur, edhe duhet besoj që të jetë më në fund një moment të reflektimi në drejtim të jetësimit të vullnetit, mbi të gjitha të drejtës për të propozuar, mirë po edhe detyrës përkatësisht përgjegjësisë për të krijuar shumicën e nevojshme në drejtim të themelimit të institucioneve. Sa i përket po ashtu vlen theksohet që gjykata kushtetuese në mënyrë bukur të mirë, jo ndoshta aq sa kanë prit disa, ka interpretuar edhe çështjen e
mënyrës së votimit, sepse ajo ka qenë njëra prej pikave jashtëzakonisht kyçe dhe të diskutueshme. Dhe në këtë drejtim, Gjykata Kushtetuese e ka qartësuar në mos të madhe edhe sa i përket këtë çështje sipas bindjes time për faktin se ju ka referuar dispozitave kushtetuese sipas së cilave në mënyrë eksplicite përcaktohet se kur dhe në çfarë situata mund të votohet me votim të fshehtë, dhe kjo është e përcaktuar në mënyrë eksplicite. Në këtë rast nuk është i lejuar. Rasti i kryetarit të kuvendit nuk është i përcaktuar në mënyrë eksplicite votimi i fshehtë. Çelbia Lëvizja Vetëvendosje ka bërë shkelje në këtë drejtim. Po ashtu, vlen theksohet që edhe sa i përket dispozitave të rregullorës kreut që përcakton sa i përket seancës konstituive, dhe sipas praktikës parlamentare, 8 legjislaturat e mëparshme asnjëherë nuk është proceduar me votim të fshehtë. Pavarësisht kësaj, e kemi thënë që në krye të herës, në rast se eventualisht do të vendoset me datën 8 prill kur është marrë seanca le të themi e bashkëkryesuar, përkatësisht e kryesuar nga ish kryetari i kuvendit së bashku me përfaqësuesit e subjekteve politike, në rast se atu do të vendosej për votim të fshehtë, pavarësisht që në bindjen time edhe sipas praktikës nuk ka qenë praktike e zbatueshme më herët, megjithatë nuk besoj që do të kishte problem, sepse në instancën e fundit kryesuesi teknik, kryesuesi i seancës, siç e ka thënë edhe gjykimi i Gjykatës Kushtetuese, është atu i mandatum për me çututje një proces sipas së cilit janë marrë vesh paraprakisht përfaqësuesit e subjekteve politike me ish kryetarin e legjislaturës paraprake. Prandaj, tentativa për ta ndryshuar rendin e ditës, Gjykata Kushtetuese e ka vlerësuar që nuk është në pajtim me Kushtetutën, në pajtim me dispozitat respektive të rregullorës dhe as me praktikën parlamentare. Prandaj, kjo kërkon nevojë dhe domosdoshmëri për reflektim të gjitha subjekteve e me theks veçantë sa i përket fituesit dhe në bindjen time janë dy kushtimisht me thonë mundësi ose rrugë e para që përmes kompromisit subjekti politik fitues të ndërtojë një shumicë të nevojshme gjatë të një tutje, përmes tutje edhe ato mund të propozoj këdo që e vlerëson, dhe e dyta në rast se eventualisht nuk arrihet kjo shumicë, atëherë të reflektojnë raport me kërkesat e subjekteve të tjera, sepse ka pas edhe propozime të tjera të cilat natyrisht që i hapin rrugë zgjidhjes së kësaj situate. Por në këtë kontekst, sa mendoni që do e zgjidh situatën, pasi nga ajo që i pam deklaratat e partive ishin ashtu siç ju konvenonte e interpretonin, sa mendoni që do sjell reflektim? Unë besoj që vendimi, domethënë, akoma nuk është analizuar mjaftueshëm prej përfaqësuesve subjekteve politike, me theks veçantë prej subjektit politik fitues, dhe sepse doli në orët e fundit dhe besoj që kanë akoma kohë për ta analizuar dhe për të parë se një qasje e tillë natyrisht që nuk është e duhur në drejtim të jetësimit të vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje, prandaj besoj dhe shpresoj që të ketë reflektim. Po sa mendoni që ishte i mangët në disa aspekte shumë të rëndësishme, për shembull siç është emri, se sa herë duhet të jepet një emër për krye parlamentar dhe sa herë duhet që ai të dështojë për ta dhënë një emër tjetër. E para, çështjet politike është nënces me pretendu që zgjidhen përmes mjeteve juridike. E drejta në bindjen time është e mjaftueshme dhe shumë eksplicite e thënë që e drejta e subjektit politik fitues të zgjedhjeve për ta propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit të vendosur që në vitin 2014 duhet dhe është mbeshur me përgjegjësinë e tij për të siguruar numrat. Se si siguron numrat, pastaj është detyrë dhe përgjegjësia e tij a e propozon X-in apo Y-in në çështje e tij në rast se eventualisht i ka numrat. Mirë, po në rast se nuk i ka numrat, atëherë duhet me reflektuar në raport me kërkesat e të tjera në mënyrë që me jetësu vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhje. Prandaj vlerësoj që në këto rrethana gjykimi i Gjykatës Kushtetuese mos konsiderueshme i hap rrugë zgjidhjes, mirë po për të hapur rrugë zgjidhjes, për të ardhur se zgjidhja duhet reflektimi subjekteve politike në përgjithësi e me theks veçantë i subjektit politik fitues. Kushdo që të është ai, këtë rast është Lëvizja Vetëvendosje, në të ardhmen mund të jetë dikush tjetër, por që është detyrë, është përgjegjësi e tina që krahas së drejtës me propozu kandidatin duhet me i siguru edhe shumicën e nevojshme. Përkash nga ajo që pam, nga ajo deri tani ka reaguar vetëm Ministri i Financave në detyrë Kurran Murati, i cili tha që vetëm duhet të vazhdojmë me votim të fshehtë dhe jemi në rregull. Ai tha që Gjykata Kushtetuese i ka dhënë drejt atyre, që i bien edhe nesër po dhe tutje nuk pritet reflektim. Po prandaj po them që besoj që kanë nevojë akoma për të analizuar tutje
tutje aktgjykimin, sepse një të drejtë të tillë nuk është që i është dhënë nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse në disa prej pikave të aktgjykimit të saj i referohet sa i përket të drejtës përkatësisht detyrimit të kryesuesit teknik të seancës për ta ecur tutje një proces i cili është i paracaktuar kohë më parë. Po ashtu i referohet, siç e përmendëm, çështjes kur përcaktohet në mënyrë taksative votimi i fshehtë, që nuk është rasti konkret, si dhe praktikës, domethënë janë 3 elemente esenciale që i ka përmendur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese sa i përket çështjes së votimit të fshehtë. E para, që nuk është e përcaktuar në mënyrë taksative me kushtetut, siç është rasti për shembull zgjedhjes së presidentit ose gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të ngjashme. E dyta, nuk ka dispozitë rregullore në Kovendet që përcakton një gjë të tillë, dhe e treta, praktika parlamentare e cila deri tash në 8 legjislatura është zgjedhur në formë të hapur. Prandaj janë këto 3 indikacione, 3 parametra mjaft të rëndësishëm që i ka vënë pa gjykata kushtetuese për sa i përket çështjes se është ose jo kushtetues, është ose jo në rregull procedimi ose insistimi që të shkohet në procedurë të fshehtë të votimit për kryetarin e Kovendit. Por çfarë nëse avokatët nuk e respektojnë këtë vendim? Çfarë ndodh tutje? E para, po duhet besoj që kjo nuk është artësuar në vendim sot. E para sa i përket çështjes nuk mund të pritet, domethënë diçka tjetër përveç asaj që duhet të konstatohet brenda 30 dite. Dhe e dyta, sa i përket kësaj çështje, atëherë është rregulla 6 rregullore së punës së gjykatës, sipas të cilës, domethënë palët mund të drejtohen sërish gjykatës, e cila mund të nxjerrë një akt vendim përmes së cilës konstaton që nuk është zbatuar, dhe në instancë së fundit mbi baza periodike mund ta informojë edhe prokurorin e shtetit për kitasi me mos zbatimin e vendimeve të gjykatës, e që në raste konkrete nuk dina se ka ndërmarrë ndonjë veprim, aq më tepër kur kemi të bëjmë me kredet të lartë ose institucione të tilla, nuk dina se ka ndërmarrë ndonjë veprim. Rasti konkret për shembull kemi edhe mos zbatimin e vendimit të gjykatës sa i përket ndryshimeve ligjore të ligjit të pagave, domethënë që po ashtu nuk është zbatuar një akt gjykimi i tillë, nuk është rasti i parë që domethënë ose ka pas vonesa në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese ose rasti siç e përmend ai i ligjit të pagave, mirë po megjithatë nuk është që ka ndonjë impakt drejt për drejt. Për shembull, dikush mund të thotë që mund të shkojmë në zgjedhje, jo, nuk është e përcaktuar, domethënë që mos konstituimi i Kovendit ose mos zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kovendit që përbën përmbylljen e seancës konstitutive, vendi mund të shkojë në Pra nuk shihet si opsion që nëse nuk konstituohet brenda 30 ditësh Kuvendi të shkohet në zgjedhje? Jo, në zgjedhje nuk mund të shkohet pa u konstituuar Kuvendi. Domethënë është detyrë, është përgjegjësia e deputetëve para se gjithashtu është subjekti politik me u konstituuar, edhe në rast se ka vullnet pastaj me shkuar në zgjedhje, ose në rast se kalohet në stadin tjetër të konstituimit përkatësisht zgjedhjes qeverisë, janë afatet që të rrjedhin dhe mos respektimi ose pamundësia e zgjedhjes së qeverisë brenda 2 rangjeve të përcaktuar në kushtetut, pastaj vendi mund të shkojë në zgjedhje. Por në këto rrethana mos konstituimi, në rast se nuk kemi konstituim brenda 30 ditë, atëherë natyrisht që nuk mund të shkohet vendi në zgjedhje. Ndërsa u kritikua kjo që nuk është përmendur kjo mundësi se çfarë do ndodh nëse nuk konstituohet afati, Kuvendi brenda afatit. Po do të më pas parasysh faktin që gjykata kushtetuese nuk shkruan kushtetut. Gjykata kushtetuese e interpreton kushtetutën, e interpreton dispozitat kushtetuese dhe frymën e saj dhe jo një dispozit konkrete, mirë po bazuar në frymën kushtetuese, dhe në këtë drejtim për aq kohë sa nuk ka ndonjë dispozit kushtetute në kushtetutë e cila përcakton një gjë të tillë, atëherë besoj që do delte përtej mandatit dhe rolit që ka, sepse në instancë së fundit edhe aktgjykimet të cilat përmenden me theks veçantë ai viti 2014 në njërin prej pikave të saj e përcakton në mënyrë eksplicite që gjykata kushtetuese thotë që nuk ka dispozit kushtetuese të cilën në mënyrë eksplicite vendi mund të shkojë në zgjedhje si rezultat i pamundësisë së konstituimit të Kuvendit. Po, nesër është seanca radhës e 38 me radhë. Sa mendoni që me njëherë do reflektojnë partitë, cila mendoni që do jetë çësia atyre ka shi vendimet? Kam përshtypjen që është herët pak, me prit... Mendoni që të e shfrytëzojnë gjithë afatin? Po, kam përshtypjen që s'paku nesër është herët, sepse aktgjykimi ka nevojë me u analizu tutje, me u studiu prej eksponentëve, me theks veçantë prej subjektit politik fitues, lëvizjet vetëndosje, dhe me reflektu.
Se do t'jetë nesër apo kur të tjetë nuk e di, por kam përshtypje që mbi bazën e diskursit që e pam sot masdite, së paku për nesër pritshmëritë së paku të mijat nuk qojnë që do të ketë ndonjë zgjidhje ndryshe ose ndonjë alternativë ndryshe nga që kemi parë deri tash. Sa mendoni që ka qenë e nevojshme që tërkët ngërç ta zgjidhë gjykata kushtetuese? Ka qenë një çështje krejtësisht e brendshme që lehtë mund të zgjidhej brenda partive? Natyrisht nuk ka qenë absolutisht e nevojshme, ka qenë para se gjithashtu dhe në radhë të parë se që thamë çështje natyrës ekskluzivisht politike, sipas praktikës së deri tashme në 8 legjislatura, 7 prej të cilave përveç koalicioneve ose marrëveshjeve parazgjedhore kanë pas subjekte politike kanë ndërtu shumicën edhe përmes marrëveshjeve pasgjedhore, ndërsa në legjislaturën paraprake vetëm me marrëveshje ose koalicione parazgjedhore subjekti politik së bashku me komunitetet i ka pas numrat e nevojshëm dhe ka procedu tutje. Prandaj një praktike tillë deri tashme duhet të ndiqet ose i shkandashme u ndjek edhe në këto rrethana që të krijohen aleanca, të krijohen bashkëpunime, të krijohen koalicione në mënyrë që të sigurohet numri i nevojshëm i votave që të ecë tutje. Do të thonë është jo në rregull me insistu në vazhdimsi që është detyrë, është përgjegjësia të gjithë deputetëve barabartë që me u konstituu kuvendi. Para se gjithashtu dhe në radhë parë është detyrë dhe përgjegjësi subjekti politik me fitues me i siguru numrat, por natyrisht është detyrë edhe të gjithë të tjerëve që të marrin pjesë në proces të votimit, siç e ka thënë edhe në këtë aktgjykim, por edhe në referencë të aktgjykimeve paraprakës që të marrin pjesë në proces të votimit të votojnë përkundër ose të abstenojnë, mirë po detyra dhe përgjegjësia në radhë të parë i takon subjektit politik fitues. Gjë që nuk ka ndodhur fatkeqësisht. Po shpresoj. Bairaktari, për shkak të kohës, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë sot e informatës. Kënaqësi, faleminderit dhe juve. Ndërkohë të nderuar shikues, këtu edhe po e përmbyllim këtë edicion të Infonatës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë jemi nesër, natën e mirë.